Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lartësuar lavdërim, I quajmë salavat dhe selam me pejgamberin e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Po vazhdojmë pra me shpjegimin e sirës. Jemi afër ngjarjes së hijretit. Kanë mbetë edhe disa gjëra që do t'i shpjegojmë me lejen e Allahut, pastaj do të futemi në etapën e re të ngjarjeve dhe ndodhive atje. Javën e kaluar kemi përmend se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë kohës mas Isra's dhe Mirajit, kur u pa jeta në Mekë, ishte pothuajse e pamundur që të përhap Islamin edhe ta pranojnë kurajshitët fenë e Allahut madhërisëm, atëherë I shikonte ato opsione tjera se ku do të vendosej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ta përcjellur këtë emanet të Allahut madhërisëm. Edhe shohim se si I dërguari I Allahut javën e kaluar kemi shpjeguar e prezantonte veten e tij dhe thirrjen e tij fisëve të ndryshme që vinin në Qabe, në Mekë, qoftë për tregti, qoftë edhe për synimin e vizitës Qabës, për arsye se na e kemi përmend disa herë që ka qenë traditë e arabëve, fisëve të ndryshme arabe brenda në Mekë, po edhe jashtë Mekës, që ta madhrojnë shtëpinë e shejt, pra Qaben, edhe t'i kryjnë ato rituale, po megjithëse ato rituale ishin do thotë me idhujtari pastaj, për shkak të ndryshimit të fesë që ka ndodhur tek ata. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shfrytëzonte këtë kohë dhe e dinte, kemi përmendur duke të edhe javën e kaluar, se si I kishte dëftu Allahu I madhërisëm në ëndër që do të shkojnë në një vend ku rriteshin pallmat. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja merrte mendja shumë që është ka ana e Yemenit. Për faktin se ashtu njihej ai vend, po edhe arsyeja tjetër ishte se vërtet civilizimi edhe esenca e të gjithë arabëve ishte andej, do thotë edhe nëse dikush priste ndonjë ymyt, me thon kushtimisht ndonjë shpresë, atëherë ishte nga ajo anë e jo anën e Medinës apo të Jethribit, ashtu që ndodhi. Po megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I merrte sebepet. E dinte për këtë paralajmërim, por nuk rrinte, edhe kjo është do thotë ajo që ka marrën për mësimeve të historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që gjithmonë I ka bërë sebepet në formë, pra nuk është mbështet me thonë Allahu ma ka dhënë këtë emanet, këtë din me përcjell, edhe është ka mu përcjell edhe ka mu përhap kjo fe, nuk ka dyshim, edhe e ka pa ëndrrën që ka me shku në një vend sigurt, edhe me thonë po pres. Jo, e ka bërë sebepin, gjithmonë e ka prezantu veten e tij tek fiset e ndryshme, edhe nuk e ka ditë se ku del ajo. Pra, kjo është do thotë mësimi më I madh që e marrëm, që besimtari nuk guxon asnjëherë me u ndalë edhe me thonë valla çështë ka shkruajt Zoti, edhe me u mbështet në kaderin e Allahut, edhe mos me bë vepra dhe mos me dhon mundin. Zakonisht kjo ndodh nganjëherë edhe kur shpjegohen apo kur I lexojmë ato hadithet e fitneve dhe hadithet e shenjave të kiametit, njerëzit presin kur po del Mehdia, kur po del Dejjalli, edhe këtë rrjedhën e jetës tyre I ndërlidhet me ato shenja që ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që faktikisht ata dolën apo nuk dolën, nuk ndërlidhen personalisht me të ardhmen tone. Po ti je I kërku me I bë sebeve çashtu që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo situatë dhe në çdo rrethon. Nuk ka ndal asnjëherë me prit, po gjithmonë e ka dhënë mundin, edhe ka dhënë sakrificën, edhe ka prit pastaj bereqetin prej Allahut madhërisëm edhe suksesin. Kështu duhet me qenë muslimani në jetën e tij të përditshme. Dhe në këtë formë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka
ekspozu vetën e tij dhe ka prezantu vetën e tij tek këto fise që i përmendëm javën e kaluar tek të gjitha. Edhe synonte tek fiset e mëdha. Nuk ka dyshim që synonte tek fiset e mëdha, sikur që i përmendëm disa javën e kaluar që ua ka prezantu vetën edhe kishte ymyt shpresë që ata do kush prej tyre do të përgjigjesh, po jo në llogari që këta tjerët me i lën anash. Prandaj edhe kemi përmend një prej gjatë kalimthit, kemi përmend edhe javën e kaluar që posaçërisht në kohën e haxhit, muslimanët ishin ata haxhilerët edhe prej fiseve ndryshme ishin ndarë në përvendë të ndryshme në Minë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkonte i vizitonte tek të gjithë. Po jo vetëm i zgjedh ata më të mëdhejt apo ata që kishin fuqi ose ata që ja merr kemenë që mundet me ndihmu, po tek të gjithë. Pra e kishte synim te fiset e mëdha, po gjithashtu ishte i hapur edhe për të gjithë të tjerët për arsye se synimi i tij ishte me përhap hajrin. Edhe kështu duke kalu afër fisit Khazraj që ishin pra të Yemenit, ata ishin pak. Për arsye se kemi përmend pak më herët kishte ndodhur një luftë. Aleikum selam fejm. Kishte ndodhur një luftë, një betejë para se me ndodh ky takimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në cilën Evsi dhe Khazreji kanë pas një konflikt edhe betejë, edhe shumica e kryepleqëve të tyre kishin vdekë në atë betejë. Edhe kishin mbet shumica të rinjve edhe pak të vjetër të respektuar. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka lënë i pyet prej fisit Khazraj që ishin një grup prej 6 vetave, jo më shumë, për arsye se qysh thash ishin dëmtuar dhe s'kishin mujt me ardh shumë në kohën e haxhit, e pyet kush jeni ju, ata përgjigjen që na jemi prej fisit Khazraj. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pyet, thotë ju jeni ata që kanë marrëveshje që janë do thotë në paqë me jahudit, me ehli kitabin, atëra ata përgjigjen thotë po, që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i njihte, për arsye se dini që nga aty kishte edhe dajt, apo dajt e babës. Edhe për këtë shkak thotë po du me fol me juve edhe takohet me ta dhe 6 prej tyre pra e pranojnë Islamin, apo? Edhe ata kthehen në vendin e tyre edhe fillojnë me shpjegu edhe me i thirrë të tjerët në Islam, edhe thuhet në për transmetime që pothuajse nuk ka mbet shtëpi që s'u bë muhabet edhe dert Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe feja me të cilën ka ardhur. Dhe e përmendëm pak më herët, ishin disa sebepe që kanë ndikuar tek Khazrajt edhe tek banorët e Jethribit me pranu Islamin më shpejt se të tjerët. Ato sebepe ishte e para kjo që e përmendëm, që nuk ishte kryepleq të mëdhej që fjala e tyne ishte vendimtare për krejt fisin, pra kishin mbet në mosha rinore e tyne për shkak të luftave që kishin vrarë. E trit ju e keni parasysh nuk janë shumë kokfort. Janë pak ma akseptojnë edhe pranojnë edhe janë do thot ma për dallim do thot kur janë do thot plak edhe ka do thot respekt, atëherë mundohet do thot është edhe ba fanatik në fenë të parëve, se mundohet me i mbajt do thot ata pasardhësit e tij, pra në atë që kanë edhe ata që janë më hershëm. Edhe arsyeja e dytë ishte se kishin njohuri me çka? Me jahudit, me ehli kitabin, ne kishin dëgju për pejgamber. Domthonjë nuk ishin sikur fise tjera arabe që ishin këtë idhujtar. Edhe nuk kishin lidhje me pejgamberi edhe me fe qiellore, me thon kushtimisht me fetë e pejgamberëve, po kishin të bënin me fetë idhujtare. Edhe kjo u jepte një përparësi që ata me akseptu, me pranu Islamin më herët, duke jashtu kësaj që edhe në konflikte që kishin me jahudit kohë pas kohë gjatë gjeneratav, ata vazhdimisht i kërcënonin, me thonë kushtimisht, arabët, për arsye se jahudit, edhe pse ishin disa fise në Medine, megjithatë ishin do thotë
pakic karshi Evsit edhe Hazrejit, kështu që i kërcënonin ata që do të vjen një kohë që do të na vjen pejgamberi jon i premtuar, jahudit thonin do të na vjen pejgamberi jon i premtuar, pastaj do ta shihni ju dhe do t'ju shfarosum, çashtu që ju shfaros Adi dhe Thamudi. A keni parasysh? Edhe ata jahudit pretendonin se pejgamberi i fundit i paralajmëruar do të jetë prej jahudive, sikur që kanë qenë këtë pejgamberët. Do thot as që kishin parasysh që mundën me qenë pej arabëve. Për arsye se ata gjithmonë kanë qenë pejgamberët pej tyne. Dhe prej Ismailit a.s. deri te Muhamedi s.a.s. nuk ka pas gjenerata, që i kemi përmend, s'ka pas pejgamber, kurse tek jahudit prej Ishakut kanë rrjedh pra Jakubi, Jusufi, e kështu me radhë pejgamberët deri tek Isau a.s. që faktikisht Isau nuk e kanë pranuar jahudit, e kanë refuzuar dhe e kanë akuzuar që është i mashtrues, pra e kanë refuzuar, kurse pejgamberët tjerë kanë pranuar Sulejmanin, Musain a.s. e kështu me radhë, dhe kanë pretenduar që edhe pejgamberi i fundit do të jetë prej tyne. Mirë po, nuk erdh prej tyne, po erdh prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allah xhallahu ala në Kur'an famlar të në surën Al-Baqara kur flet për këtë thot walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru walamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Po thot Allah xhallahu ala po fol për ehli kitabin, ma konkretisht për jahudit, po thot pasi që u erdhi atyre e vërteta është fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe libri i tij, ata edhe pse ma herët do thot kur komunikonin pra me arabët kanë yastaftihuna, paralajmëronin se ka me ardhur pejgamberi dhe e bënin pra këtë farë lloj kërcënimi dhe kërkese, po thot kur u erdhi ai pastaj e kanë mohu. Për shkak se ka ai fanatizmi që pse është prej arabëve, shumica e jahudive e kanë mohu. Dhe këtë do të flasim kur vim në raportet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me ehli kitabin mas hijretit, po kjo i ka shti arabët e Jethribit me e pranu islamin ma shpejt se vendet tjera dhe me kanë ma dhe në një fund kanë thonë po e marrum edhe po e pranojmë na, për arsye se nëse marrin vesh jahudit e marrin ata edhe ata e pranojnë, pastaj mujnë me na luftu neve. A e keni parasysh? E kanë pas këtë parasysh edhe prandaj kanë qenë ma afër pranimit kësaj. Edhe kështu, pra këta 6 kthehen edhe fillojnë me bë thirrjen kushtimisht, edhe dëgjojnë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu që ju e përmendëm, nuk mbetet asnjë familje që s'kishte dëgjuar për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vitin e ardhshëm ndodh prapë mbledhja në kohën e haxhit, edhe vinë në Mekë, edhe vjen edhe, me thonë kushtimisht, grupi i cili vjen prej Jethribit, që ishin një grup prej njerëzve, kanë qenë 12 persona, prej atyre 12-ve, 9 kanë qenë prej këtyne 10 faktikisht kanë qenë prej Khazrejve, edhe 2 kanë qenë Aus. Ju pedini, në Medine kanë qenë 2 fise të arabëve, Ausi dhe Khazrejji. Khazrejji kanë qenë më shumë që kanë pranu Islamin në fillim, për arsye se këta 6 partë këtë kanë qenë Khazrej, nuk kanë qenë prej Ausit. Në grupin e dytë, me thonë kur kanë ardhur për herën e dytë dhe janë taku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë 10 Khazrej edhe 2 prej Ausit. Pra mas aty në konflikte, pra këta janë që janë bë bashkë edhe e kanë taku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe e kanë pranu Islamin. Prej tyre më i njohur ka qenë As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara ka qenë më i njohur prej tyre, edhe ky ka qenë prej Khazrejit. Do thotë Khazrej ka qenë, ky ka qenë edhe në grupin e parë, edhe në grupin e dytë prej atyre 6-ve, 5 kanë qenë grupit parë, edhe 5 pra të rinë prej Khazrejit, edhe 2 prej Ausit, pra 12 në tërësi. Edhe këta
vinte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe takohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ta fshehurazi, kuptohet, jo publikisht, edhe u prezanton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Islamin, edhe ata e pranojnë, edhe e bojnë një lloj beja, i thojnë, një lloj zotimi, një lloj besatimi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që këtu shumica ose disa prej historianëve domthonjë që e shpjegojnë siren, tregojnë që ata janë besatu apo ja kanë dhënë besën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra ka qenë një lloj, me thon kushtimisht, ceremoni me të cilën ja kanë dhënë dorën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe janë betu para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se të besojmë ty, edhe në disa pika caktuar konkrete janë besatuar që do t'i zbatojnë ato në formën e mënyrën më të mirë. Cilat kanë qenë ato? E para, ala an la nushrika billahi shay'an, që mos mi bë Allahut shirk, adhurim. Do thotë kjo është e para. Ky ka qenë, do thotë, gjëja e parë që ja ka kërku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtyne personave. E dyta ka qenë që mos me vjell. Do thotë mos me bë hajni. E treta, mos me bë zina, kurvni. E katërta, mos me mbyt fëmijët e tyre. Ju e dini që ka qenë traditë e arabëve, zakonisht tek gratë, tek femrat me i mbyt për shkak të rrezikut ose frikës e kështu me radhë. E pesta, wala na'ti bi buhtanin naftarihi min bayni aydina wa arjulina, që mos me shpif. Kjo zakonisht do thot mundet me ndodh mos me shpif pa të drejtë, do thot me akuzu, për shembull, fëmin që e lind, mja atribu dikuj që s'është i tina, pra me bë shpifje dhe me bë akuza ndaj të tjerëve në përgjithësi. Dhe e gjashta, wala na'sihi fi ma'ruf, mos me heq dorë ose mos me bë keq, do thot në mirësi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse i zbatoni këto gjëra, atëherë Allahu xhalla wala, unë ja u garantoj që Allahu xhalla wala do t'i shpërblej me xhennet. Pra nuk ju garanton diçka nga mirësitë edhe përparësitë e kësaj dynjaje, ashtu që kanë kërku, e keni parasysh javën e kaluar kur kemi përmend për një fis i cili ka kërku benefite në këtë dynjë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ju ka premtuar. Jo që ato nuk i ka ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ndodhin, për arsye se udhëheqja e kështu me radhë, të gjitha këto do të ndodhin, por me qenë, do thot, pranimi me sinqeritet për hir të Zotit, mos me kanë për ndonjë synim apo interes i kësaj dynjaje, prandaj edhe nuk ju ka premtuar diçka prej kësaj. E tash, disa prej ulemave që të formë, do thot, besatimit e quajnë besatim që zakonisht e kanë dhënë ma vonë, do thot, gratë. Për arsye se në çdo sena Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja u ka pranu apo ja u ka kërku grave me u zotu. Që domthon nuk ka të bëjë me aspekt që më thon të manifestimit fizik ose me e mbrojt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam fizikisht në gjatë sulmeve ose me marr mbrojtje Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ose pra aspekt politik e kështu me radhë, pra ka qenë vetëm në aspekt fetar, puro, do thot, konkret, për gjana caktume me cilat obligohet muslimani, masi që të bëhet, do thot, hinë në besim, me e ndalu veten e tij edhe me shpresu për këto ndalesa shpërblimin e Allahut të Madhërisht dhe asgjë tjetër. Disa prej historianëve kanë thonë që kjo beja që përmendet për këto 6 sene, thonë që nuk është e vërtetë që kjo ka ndodhur në Bejatul Aqaba, do thotë në takimin që e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këta të Jethribit në këtë rast, po thonë që kjo ka të bëjë me një beja që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bërë mas marrëveshjes së Hudejbijës që ja u ka bërë grave, apo kupton. Kurse aty o morr vesh që domthon ai formulimi i besatimit që e kanë bërë ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë që janë besatuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dëgju edhe me pasu edhe me qenë me të në vështërsi edhe në çdo rrethon, edhe
në të mira edhe në të këqija. Do thotë që ka qenë pak ma çush më thon kushtimisht politik ose ma aspekt edhe fizik, jo vetëm në aspekte fetar. Pra ka mos pajtim mes historianëve që i formulimi i besatimin në çka janë besatu për herë të parë muslimanët që e kanë taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në bej'an e parë, ju e keni parasysh, ato 6 vetat e para që kanë pranuar Islamin, prej tyre nuk ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bej'a. A e keni parasysh? Po e kanë pranuar Islamin edhe i ka lënë të lirë që një lloj afati që me shiku çka mund me bë me popullin e tyre atje. Kur kanë ardhur këta 12 tjerë, këta kanë qenë do thotë më të konsoliduar, edhe janë qenë më të përgatitur dhe e kanë pas parasysh se nuk po kërkohet vetëm pranimi i Islamit, po kërkohet që edhe një lloj përkrahje ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fillimisht. Prandaj e sakta është që ky takim është takimi i parë që është bë me besatim. Ai takimi i para kësaj që ka ndodhur ka qenë vetëm pranim i Islamit. A e keni parasysh? E në këtë besatim, pra, ka mos pajtim çfarë formulimi ka qenë, disa kanë thënë që janë bë domosdoshmë që ato 6 sende që i përmendëm, mos me bë shirk Zotit, mos me vjedh, mos me bë kurvni, mos me bë shpifje, edhe mos me bë do thot punë këqija. Kurse disa kanë thënë jo, ka qenë do thot formulimi bejas ka qenë që me e dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në çdo send që ai predikon, edhe me pasu atë, edhe me i nejt gati Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në vështirësi edhe në mirësi, edhe kur është keq edhe kur është mirë. Pra, kjo është do thot ajo trajtimi që e bëjmë, pra nuk është shumë e qartë si ka qenë formulimi, mirë po që të dy transmetime edhe formulime përmenden në përshkrimin e historian kur e kanë përshkruar formën e bejas edhe çka e kanë bërë. Dhe kështu ka ndodhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ata prap këta 12 janë kthy në familjet e tyre, edhe kanë shku ata edhe kanë filluar me eshtri edhe me fol prap për fenë e Allahut Madhërisëm, edhe ka pas njerëz që kanë menduar edhe kanë qenë afër pranimit të Islamit. Edhe kështu kanë qëndruar një kohë të caktuar muslimanët me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pas kësaj i kërkojnë këta Muhamedit sallallahu alaihi wasallam posaçërisht Asad ibn Zurare që me marr një person me ta i cili e njeh Kur'anin edhe e njeh fen që m'ja u shpjegu atje, për arsye se me një takim nuk kanë mundësi me mësu krejt Islamin, që faktikisht dera atëherë është e vërtet që disa rregulla ende nuk ishin ndalu, për shembull alkooli, dosene tjera, mirë po falja namazeve, këto do thotë ishin shpall. E kështu që kërkojnë prej Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ja u shoqëru një person, edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam u shoqëron kun Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umairi ka qenë prej djemve apo rinisë Mekasve, edhe ka qenë një djalë shumë i mirë, e ka dashur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam jashtëzakonisht, edhe ka qenë një njeri që ka rrjedhur prej një familje e pasur, që kanë qenë do thotë në luks. Edhe Mus'ab ibn Umairi krejtve, domethënë këtij luksi edhe të mirave të familjes ja ka kthy shpinën, për arsye se në një formë apo tjetër ata kanë leqit këtë djalë, që e ka pat bë hijretin e parë për në Abisini, o kon kthy, pastaj nuk o shku më, ka qëndruar edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u jep atë thotë merrne Mus'ab ibn Umairi edhe merrne me vete, edhe ky do t'ua shpjegoj atje fen. Edhe kur shkon Mus'ab ibn Umairi në Medinë, edhe këtu ndodh edhe një gjë pak më e veçantë, e ajo është do thotë falja e namazit të xhumas. Ju e dini që namazi i xhumas në këtë kohë është bë obligim, mirë po Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka fal xhuman në Mekë. Pse? Për arsye se nuk ka pas liri, nuk ka pas mundësi me fal, edhe kur kur janë kthy këta 12, së bashku me Mus'ab ibn Umairin e kanë fal namazin e xhumas. Ku e kanë fal?
e kanë falë në vendin ku ka qëndru Musab ibn Umeri, ai ka qëndru në shtëpinë e Asad ibn Zurare. Do thotë ky i pari që i ka pranuar Islamin, edhe ky i ka nejt gati, edhe ky është ai përparësia që e ka marrë ky sahabi, edhe e kanë falë gjumon aty. Dhe tregohet në transmetime që e kanë falë namazin e parë të gjumas kur janë bë 40 veta. A keni parasysh? Prandaj edhe në aspektin e fikut, ndoshta keni dëgjuar se disa prej ulemave thonë që kusht për me qenë obligim falja namazit gjumos është me qenë 40 njerëz. Me konë ma pak se 40, thonë nuk është obligim. Dhe kjo është përgjedhje disa dietarëve Hambeli edhe Shafit anojnë në këtë mendim, dhe se argumente kanë këtë përcjellje, që muslimanët kanë filluar me fal namazin e xumos në Medinë kur janë bë 40 veta. A keni parasysh? Mirë, po e sakta është që nuk është e ndërlidhur me numrin 40 falja namazit të xumos, ashtu siç kanë mëdhëbe tjera, posaçërisht mëdhëbe Hanefi, dhe e sakta është që pavarësisht nëse muslimanët janë 2 xhamat edhe imami, pra 3 veta, atëherë e falin namazin e xumos përderisa janë të lirë edhe janë do të thotë në siguri, pavarësisht edhe nëse nuk janë më shumë. Bile disa prej ulemave kanë thonë edhe nëse janë 2, imami edhe 1 xhamat, kanë thonë është i mjaftueshëm për me fal namazin e xumos. Pra kjo është do të thotë mendimi i saktë përderisa ka siguri edhe ka mundësi mu fal, edhe ka vend, atëherë mjafton një imam edhe 2 xhamat respektivisht, ose edhe 1 xhamat. E jo 40 ashtu që kanë kurzuar duke u mbështetur në këtë ngjarje, për arsye se kjo ngjarje nuk ndërlidhet konkret me numrin, po ndërlidhet konkret me çka? Me rrethanën. Rrethana është që muslimanët kanë qenë më të sigurt, jo si në Mekë, të përsekutuar edhe që s'kanë guxuar me u bë bashkë, e këta në Medinë nuk kanë pas ndonjë armiqësi, nuk i kanë kundërshtuar që kanë kundërshtuar në Mekë, prandaj edhe kanë qenë më të qetë edhe kanë fal namazin aty. Dhe kjo është do thotë ajo ndodhia më e veçantë që ka ndodhur në pas do thotë këtij takimi apo zotimi që kanë bërë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe Musab ibn Umeri është i pari që ja u ka fal gjumon këtyre njerëzve. Pastaj ka ndodhur edhe pranimi i 2 njerëzve kanë pranuar prej Musab ibn Umerit Islamin, që ka qenë një lloj çelësi i suksesit që me ecë përpara Islamin në Medinë apo në Yathrib, se deri në atë kohë ende do thotë është përmend me emrin Yathrib. E çfarë ka qenë ai çelësi? Ka qenë se prej njerëzve të respektuar që nuk ishin moshë të vjetër, ishin edhe 2 persona, ata ishin Usaid ibn Hudhairi edhe Saad ibn Muadhi. Këta 2 ishin do thotë prej parisë Medinazve. Dhe këta ishin prej Banu Ashhal, do thotë prej Ausit, edhe ishin të respektuar, do thotë prej fisit tyre, edhe Usaid ibn Saad ibn Muadhi i thotë Usaid ibn Hudhairit, këta ishin do thotë mocanika dhe njerëz do thotë shok të ngushtë, edhe të 2 ishin të respektuar. Edhe i thotë ky Saad ibn Muadhi, i thotë Usaid ibn Hudhairit, thotë ai Asad ibn Zurare e ka pru një njeri në Medinë që është të spjegu, është të mësu njerëzit me dalë prej fesë së parëve tanë, thotë unë Asad ibn Zuraren e kam djallë dajes. Thotë po më vje keq me shku edhe me qërtu edhe me i ba diçka, kështu që shkotin vend meje edhe thuj që le ta detyroj me qupe, do thotë me largu atë njeri që mos naj mashtron rinin, ose mos na i mashtron njerëzit tanë të cilët s'kan shumë njohuri me ato çka po thirr ai njeri. Usaid ibn Hudhairi bëhet gati edhe niset tek vendi ku qëndronte Musab ibn Umeri, edhe e kishte me veti atë që shitojnë shigjetën e gatë, që zakonisht shtizën, që zakonisht e kanë majt edhe
kur e kanë marrë ato, o kuptu që njëri është i përgatitën do thot edhe për me luftu, që nuk është do thot, nuk ka dalë veç ashtu ajt me ecë, po ka do thot mision. E merr me vete atë dhe shkon te Asad ibn Zurara dhe kur e sheh që po vjen ky njeri, Usaid ibn Hudhairi, i thot Mus'ab ibn Umairit, thot është të ardhur një person që është shumë i vlerësuar në fisin e tij, kështu që thot nëse ki mundësi me ndiku te ai, atëherë mundesh me pas sukses. Pra e bën një lloj paralajmërimi që ki kujdes, nëse ki mundësi të thot me ndiku, atëherë ki me bë punë të madhe. Edhe Usaid ibn Hudhairi afrohet, edhe kur afrohet grupit të njerëzve që ishin aty, edhe i drejtohet Mus'ab ibn Umairit edhe Asad ibn Zurara, thot pse po i mashtroni njerëzit me këto fjalë që po i thoni, edhe pishtini ata mu largu prej fesë parëve tanë, edhe kjo është diçka e pranueshme, e papranueshme, edhe fjalë trana që një lloj kërcënimi që me lshu, me largu këtë njeri për arsye se nuk do të tolerojmë do thot kësi te i kalime me i bë edhe me na i mashtru njerëzit tanë. Dhe ky ai e thot si përfaqësues i fisit, do thot jo veç si njeri i zakonshëm, për arsye se fjala e tij kishte peshë. Edhe Mus'ab ibn Umairi me fjalë të buta i drejtohet atij, thot në rregull, thot pse s'po nalesh edhe me dëgju çka jam të thonë, domethënë ngop një herë që jam të thonë, nëse të pëlqen atëherë merre, nëse s'pëlqen atëherë edhe na jem të gatshëm me një fjalë me shku, edhe mos me ran konflikt me ty. Atëherë ky e sheh një lloj urtësie tek Mus'ab ibn Umairi, edhe tash mas e ka prit ai mirë, ky ka qenë shumë i ashpër, edhe ai me të butë, atëherë ky në një formë nuk ka mujt me vazhdu, pastaj me ashpërsi. Edhe ka thonë rregull, pra, po pres, edhe ka ngul shtizën, edhe u ul, edhe u afru tash me dëgju çka po thot. Edhe Mus'ab ibn Umairi, edhe kjo është ajo përparësia e këtij personi, vërtet që ka bërë do thot punë të madhe edhe pse qysh tash pak më herët ka qenë në moshën e re, shumë një njeri do thot që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dashur, edhe ka filluar me shpjegu, me fol do thot përparësitë e Islamit, edhe me i shpjegu gjanat, edhe këtij personi i hin në zemrën Islami. Edhe thot vallahi ajo çka po thotë, çka po nipi ti, çka po shpjegon, që nga shumë e saktë, edhe shumë e vërtet. Thot çka do të më bë për me hin këtë fe? Atëre Mus'ab ibn Umairi thot për me hin këtë fe duhet me thon shahadetin, me u pastru, me u la, me u ndreq, edhe me anis më fal, do thot mi fal namazin, mi fal 2 rekate namaz. Edhe ky me njerëqohet, pastrohet, i ndron tesha, do thot lahet krejt, edhe e bën shahadetin edhe i fal 2 rekate namaz, edhe e nin veten që ju e dini mas Islamit, domthonjë që e gjen atë qetësinë në vetveten e tij. Edhe i thot unë e kam edhe një person që do ta dërgoj te ti, nëse arrin thot edhe ato me bind, çashtu që nuk e bind mu, atëherë dije që e ke zgjidh Medinën, do thot, edhe Medina pastaj do të jetë shumë e lehtë për me ndiku te të tjerë me pranu Islamin. Për arsye se të dy ishin prej njerëzve shumë të respektuar edhe që e pason fisi. E çka ndodhi pastaj, edhe ky fillon me u kthy te kush? Te Sa'd ibn Muadhi. Edhe kur kthehet, Sa'd ibn Muadhi e sheh të ardh këtë shokun e tij, edhe betohet ose do të ka një bindjen veten e vet, thotë ju e dini se ky ka qëndruar në një vend ku qëndronin ata grupi ose njerëzit autoritativ në vend, thotë ky njeri ka shku me një fytyrë tjetër, edhe është duke u kthy me një fytyrë tjetër. Nuk është do thotë çish u shku. Thotë diçka pas ka ndodhur. Edhe afrohet, edhe thotë ai the, thotë Asadit se ky e ka shu faktikisht për shkak do thotë afërsisë që kishte, ky s'donte me ran konflikt me nipin e tij. Do thotë me dajt. Edhe thotë po, thotë kesh fola me to, edhe gjeta mirë kuptim, mirë po është thot një problem që disa njerëz janë duke kërcënu djalin e dajës tënd, do thot dajt tu është fjala për Asad ibn Urarën, që dojnë me myt edhe me sulmu, kështu që
nuk peshot i thot burrni prej teje ti më nejt këtu e mos më shku me mbrojt atë djalë. Edhe Sa'd ibn Muadhi, ju e dini do dhe kanë pas atë fanatizmin e afërsisë edhe kur është i tina që kon gjendje me mbrojt në çdo situatë dhe në çdo rrethon. Hismenan bëhet gati edhe nisë tash me këshyrë që ka kur shpjanguc do thotë këtë person. Edhe shkon afër, kur shkon te veni ku rrinte, Asad ibn Zurare e shes që është orë. Thotë që ky është ai personi që nëse mundesh me ndiku edhe te ky, atëherë dije që ki me bë punë të madhe. Edhe ky njëjtë afrohet, e shes që nuk ka kur far sulmi, as ka kur far gjaje, edhe e shes që Usejdi e ka bërë do thotë këtë me qëllim, edhe tash ky nervozohet më shumë. Po domthonë unë tash pas na orë, masi ku mor deri këtu, bile tek ky që e kam njet, se qasoj i pritejke që mu konfrontu me të afërmin e ti, edhe ka që Usejdin, po masi s'ka kry punaj, ta shtot unë e kry bile me ta. Edhe fillon mi a thonë, përveçse që ato të njëjtat që ka thonë Usejdi ibn Hudheri, edhe thot pse e ke pru këtë njeri, me na i mashtru njerëzit tanë, edhe me largu për i fesë të parve tanë, edhe kjo është e patolerueshme edhe një lloj kërcënimi, edhe Mus'ab ibn Umeri prap e dëgjon, do thotë, nuk e kundërshtojnë me njëherë, edhe kur e kryen, edhe ky i thot nalve pak dëgjë, thot nëse të pëlqen ajo që jam të thonë, mirë. Nëse s'pëlqen atëherë edhe na kena me vepru çashtu që thoshti. Edhe ky ndalet, se s'kishte mundësi, nuk kishte konfront, nuk kishte do thotë një lloj konfrontimi, edhe prandaj detyrohet edhe thot në rregull, pra edhe ky ndalet edhe fillon me dëgju. Edhe dëgjon, edhe thuhet që pejgamber Mus'ab ibn Umeri i lexon prej fillimit surës Az-Zukhruf. Ajetet e para edhe fillon me i shpjegu, edhe me sqaru përparësitë e Islamit e kështu me radhë, edhe këtij i pëlqen. E thot për Zotin të ka do thot ajo që ka po thu që ka e drejtë. Edhe pyet qysh me pranu Islamin, edhe jam mëson të njëjtën Mus'ab ibn Umeri e vepron të njëjtën, edhe ky e pranon Islamin. Edhe këta dy bëhen musliman, edhe pasi që të bëhen këta dy musliman, atëherë nuk ka kur fort pengese që me u përhap edhe me vazhdu përhapja e Islamit në Medinë. Dhe kështu vazhdon pra përhapja deri në vitin e ardhshëm. Mus'ab ibn Umeri qëndron një kohë dhe mas një kohë prap kthehet në Mekë, edhe përgëzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këto arritje, edhe për një mend që e përmendëm pak më herët, ajo që ka bërë ka qenë diçka e jashtëzakonshme, edhe thuhet që ka arrit një numër i madh. Në disa transmetime thuhet 200-250 që kanë pranuar Islamin. Jo të gjithë, po një numër domthonjë që ka arrit të thotë këtë shifër, 200-250. Edhe kur vjen koha e haxhit. Edhe në këtë kohën e haxhit vjen një grup edhe prej Evsit edhe prej Hazrejit tek pra në Qabe, mirë po ata që vinë nuk ishin këtë musliman. Edhe një grup i tyne ose shumica e tyne që ishin ba musliman nuk ishin deklaru haptazi. A keni parasysh, edhe nuk dihej qartë kush është musliman, kush është musliman, mirë po të gjithë së bashku vinin në Qabe për haxh. Edhe kur vinë Qabe për haxh, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në njërin prej netve takohet me grupin e muslimanëve, jo me të gjithë ata, për arsye se jo të gjithë kishin pranu Islamin, pra kishte prej tyne që ishin idhujtar ende, mirë po takohet me atë grupin e muslimanëve, dhe kjo quhet besatimi i dytë, apo zotimi i dytë që e kanë pranu që jënë taku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe jënë zotu për disa sene pak ma ndryshe se sa në herën e parë. Pra, 3 takime kanë qenë, po një herë 6 veta, një herë 12 veta, edhe këtu do thotë që ka qenë një numër i madh, dhe kjo ka qenë pra besatimi i dytë, jo i treti. Disa thonë ka qenë i treti, duke i llogarit 3 besatime, disa thonë e para nuk ka pas besatim, e dyta ka qenë besatimi i parë dhe e treta do thotë besatimi i dytë. Dhe në këtë takim vjen një grup shumë më i madh i njerëzve që janë takuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Disa libra të sirës i përmendin edhe emrat e tyre një ka një.
do thotë që kanë qenë 73 burra, edhe në disa transmetime kanë thonë 2 gra, në disa transmetime kanë thonë 1 gru. Kaq kanë qenë, do thotë, numri i këtyre, do thotë, që kanë ardhur dhe e kanë taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra 73 burra, edhe 2 gra. Prej tyre, pra, shumica kanë qenë prap Khazraj, edhe një grup kanë qenë edhe prej Evsit. Edhe këta takohen me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të fshehur, do thotë jo haptazi, jo publikisht, për arsye se ju e dini që tash ka fillu situata me ndryshu. Edhe mushrikët e Mekës me kuptu që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është tu gjetë një vend tjetër, edhe jo veç tu gjetë një vend tjetër, po dikush i ka me mbrojt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ndoshta ka me luftu për të nëse ka nevoja, atëherë kjo ishte një rrezik potencial për mushrikët, jo në çato momente, po në të ardhmen që do të ndodhë konflikti. A keni parasysh? Prandaj edhe për këtë shkak është mbajtur fshehur azi ky takim. Në anën tjetër edhe muslimanët pra prej Jethribit, edhe ata nuk ishin kaq që ishin haptazi musliman, e mbanin shumica e tyre, e mbanin fshehur azi Islamin, kështu që edhe ata nuk dilnin publikisht edhe me e bë këtë takim. Edhe kështu që ka ndodhur takimi natën e fundit para se me udhëtu ose mu kthy pra Medinasit në vendin e tyre. Dhe takimi ka ndodhur afër Jamratul Aqaba, domethënë aty ku gjuhen gurt tash, domethënë që aty dikun afër, që aty ka qenë edhe kampi i Medinasve, do thot i Khazrejit edhe Evsit, edhe këta faktikisht ato afër janë takuar në një vend, po në mënyrë të fshehtë. Edhe së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vjen kush? Ka qenë edhe Abasi, agja i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Abasi, agja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ishte musliman, ishte i dhujtar ende. Ju e dini, ka qenë në moshën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam jashtëzakonisht, por nuk e kishte pranu Islamin ende. Hamza e kishte pranu, e keni parasysh, Abasi ende nuk e kishte pranu. Edhe në këtë takim vjen shoqëri me Abbasin. Abasi, kur afrohet, edhe i sheh njerëzit me cilë po takohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ja mushin synin. Pse? Për arsye se edhe Abasi ishte tregtar, edhe i njehte Medinasit, do thotë edhe të Evsit edhe të Khazrejit i njehte. Por ata që ishin ardhur me u taku, asnjë nuk e njehte. Pse këtë ishin të rinj, do thotë njerëz të ri që nuk i kishte taku Abasi, edhe kështu që nuk mund të fort me gjetë një mbështetje. Ju dini, do thotë siguria ishte tek burrat, tek njerëz që kanë nder, që kanë fjalë, që kanë ju ec fjala, që kanë autoritet. Këta ishin, do thotë, çelësi i raportit edhe lidhjes mes njerëzve. Nëse vjen dikush që s'ka autoritet, që s'ka fis, që s'ka respekt, që s'ka kush e mbron, atëherë badehava ai me thon po të mbroj ty, ai domosdoshmë s'ka kur gjë, qase disa prej njerëzve i ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Mekë që kanë qenë robër, apo s'kan mujt me mbrojt. E kështu që Abasi i sheh ata dhe nuk ja mush sinin. Do thotë edhe thotë që asnjë prej këtyre nuk penja. Që me një fjalë i jep isharet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që unë nuk peni veten sikur që këta mujnë me të bë ty diçka, me të ndihmu, me dal ty që me shku ti me ta ose me shku te ta. Megjithatë, fillon takimi edhe i pari që flet ka qenë Abasi në këtë kohë. Edhe tash Abasi pak fol me autoritet. Edhe pse ato që i fol nuk janë bash realisht ashtu qysh ai i përshkruan. Për arsye se ai thotë që na po e njeh dhe thotë ky është nipi jam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe është do thotë prej familjes së njohur, është i respektuar mesin ton, dhe na e nderojmë, do thotë e kem, do thotë ka vlerat që i ka, që faktikisht nuk ishte bashkështu, për arsye se ishte do thotë i refuzuar, ishte do thotë vazhdimisht i persekuptuar, posaçërisht nga
situata që ka vdekje Abu Talibi dhe Abu Lehebi nuk ja kishte garantu atë mbrojtje që e ka pas në kohën e Abu Talibit. Megjithatë, do të më kallëzu që nëse jeni serioz në këtë që po doni me e mbrojt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kallëzoni tash me fjalë burra e mos e merrni në qafë këtë, për arsye se ma mirë është prapë me ndajt e na qashtu që shporrin, se sa me arte ju, pastaj ju me një fjalë me tratu, ose mos me najt aty ku po jap një fjalën. Nëse ndodh për shembull me të diçka e kështu me radhë. Për arsye se ju e dini, ajo që ka ndodhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka kërku merrni mu ose që unë më bë udhëheq si juve. Jo, nuk e ka kërku këtë. Çka ka kërku? Ka kërku që me një fjalë me ndodh, nëse kem drejt me përdor shprehjen, një lloj adaptimi që me kalu me kon sikur Efsi dhe Hazrezi, do thotë me fis edhe me gjak edhe me krejt. A keni parasysh që nëse çashtu qysh Efsi dhe Hazrezi i mbrojnë për shembull dikon prej tyne, me e mbrojt edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nëse sulmohet nga dikush. Që kjo është domon ajo që ishte e nënkuptueshme nga ajo që ka kërkonte Abasi, që a jeni ju të gatshëm me bë këtë apo jo. Që nëse ju nuk jeni të gatshëm, atëherë kallëzoni, mos e merrni njërin në qafë, ma mirë le të rënë këtu te na, çështu që është, se sa me arte ju, edhe ju mi thonë po, edhe pastaj më dal jo. Domthonjë që kjo ka qenë. Edhe masi që e kryn, folin disa prej musliman, prej delegacionit të Medinasve, prej tyre fol Abbas ibn Ubade ibn Nadla, ka qenë do thot një prej njerëzve do thot të Hazrejit, edhe ai ka qenë edhe në bejan e parë, pra ka prezantuar, ka pranuar Islamin, pra nuk ka qenë prej të parëve aty që për herë të parë që ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ju kthehet edhe ju flet do thot fisit vet do thot Hazrejit, edhe thot dëgjoni mirë çapo ju thon, dijeni që ju në këtë rast nëse po zotoni edhe po ja japni besën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë dijeni që po ja japni besën për çdo situatë, edhe nëse ndodh lufta, me kon së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj jeni të vetëdijshëm që kjo do thot nuk është diçka e vogël, nuk është diçka e thjeshtë, nuk është diçka që veç pelloni fjalë goje edhe mundon. Po kur pja japni besën, atëherë pja japni besën që mi ndajt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në çdo situatë edhe në çdo rrethon. Atëherë pra ka dashur edhe ky prej fisit Hazrej, pra me kon prej atyne që i vetëdijson edhe me pas parasysh se në çka po zotohen. Pastaj ka fol edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka thonë, un po du me marr besën prej juve që me mbrojt çashtu që i mbrojni familjet e juja edhe fëmijët e juj. Çush i mbrojnë do thot familjet e juja, gratë e juje, fëmijët e juj, çashtu do thot me mdal në mbrojtje edhe mu nëse kam nevojë. Edhe ata faktikisht ishin në ishin në ujdi dhe ishin do thot në pajtim me lidhe me këtë, përveç njani që e ka pas emrin Ebu Hejthem ibn Tejhan, ky thot kur dojnë ata mja dhon besën, ja merr dorën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në një formë i ndalën, i nal. Edhe i thotë kam edhe një sen po du me sqaru. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot urdhna çka po do me sqaru? Thot o i dërmuar i Zotit, thot na po ta dhojmë besën, edhe po të mbrojmë, edhe krejt ato që apo i kërkon po t'i dhojmë. Mirë po dosh me ditë thot që na jem do thot në marrëveshje me jahudit që i kena në Medinë. E keni parasysh jahudit Medinë. Edhe thot në çto marrëveshje që po i bëjmë, ata nuk janë me neve, edhe do të na armiqsojnë edhe më shumë. E nëse ndodh thot ti nesër me u pajtu me popullin ton, për shembull mushrik me të pranu ty, e ti mu kthy atje
a na lën neve. Do thot na lën neve do t'i kthehesh pastaj te populli jot edhe sikur që s'o bë kur gjë. Atëherë pejgamberi sallallahu thot jo, thot qesh, edhe thot gjaku është gjak, edhe vetja jame është edhe vetja ju. Do thot unë me juve, do më peqit i momenti deri në vdekje. S'ka mo, do thot ndamje. Pavarësisht çka bëjnë këta tmit. A më dojnë, a më thojnë ktheu, a së më thojnë, do thot unë jam me juve deri në fund. Që do thot do t'jem me juve edhe kjo mund kur nuk ka me ndodh. Atëherë e lëshon dorën edhe ja jep bejan, thuhet që i pari ka qenë ky, disa kanë thënë që ka qenë Asad ibn Zurara, disa thonë që ka qenë Ka'b ibn Malik, ju e dini Ka'b ibn Maliku kush ka qenë ajo ngjarja në atyre 3 persona që janë edhe ky ka qenë prej të parëve, po domthon ndryshimet mes përshkruesve të sirës është për shkak se shumë njerëz kanë folë në këtë takim, edhe shumë njerëz do thotë kanë edhe pse kanë folë shkurt, pra kjo ka qenë kërkesa e tyre, për dallim me kërkesën e atij fisit që e kemi përmend më herët, që ata kanë kërku që ti ku me shku, tash a e marrëm na, ata kanë lyp që gjithmonë me nejt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ta, për arsye se bindja e tyre ka qenë se ky ka qenë njeri i Zotit, do thotë pejgamberi i Zotit madhreshëm, edhe nuk kanë pas ndonjë synim të kësaj dynjaje. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka qëndruar ashtu, dhe ju e dini edhe mas hijretit, edhe mas çlirimit të Mekës, prap o kthy Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, ka qëndruar me ta deri në momentin e fundit, edhe ka vdek në Medinë si quarje në vend të fjalës që ja u ka dhënë atyre, ashtu që kanë kërku, pra e ka konsideruar veten do thotë që është pjesë e tyre edhe vazhdimisht pra i ka lavdëruar, për arsye se Ensar ende nuk e kishin marrë këtë emër Medinasit. Këtë emër e marrën masi që ndodhi hijreti edhe vinë muhaxhirët. Por ju e dini do thotë në shumë hadithe që i ka lëvdu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe u ka tërheq vërejtjen se këta janë ata që më kanë mbrojt mu kur kam qenë më së vështirë edhe gjithmonë ja u ka ditë hakun që i kanë dalë në mbrojtje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam atëherë kur ka qenë më së vështiri për të. Prandaj edhe e ka qenë vend edhe kjo afërsi, edhe kjo shoqëni, edhe kjo do thotë lidhje që e ka lidh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ensarët, pra ka qenë një lidhje që ka qenë vetëm për hir të Zotit madhreshëm edhe afërsisë, edhe ka vazhduar deri në momentin pra e ndarjes së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nga kjo dynjë që e ka mbajtur në vend edhe kur nuk ka heq dorë nga ajo që ka thonë. Edhe kështu, pra janë besatu, edhe janë nda, edhe nuk kanë qëndru gjatë për shkak frikës se mundet me u marrë vesh, edhe faktikisht çashtu ka ndodhur. Të nesërmen, me kaset e kanë marrë vesh që ka ndodhur diçka. Nuk ka qenë do thotë ky takim që ju ka ikë, për arsye se edhe atëherë ka pas dikush që ka një fjalë, ka dëgjuar diçka ose edhe ka qenë prezant, edhe kanë dëgjuar. Kur kanë dëgjuar që Medinaset janë të i dhonë besën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që kanë me mbrojt edhe kanë me luftu, pra kushdo që e kundërshton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe bëhet një grup i Mekasve, Kurejshitët, edhe shkojnë në kampin e kujna Medinasve, do thotë Hazrejit dhe Evsit, edhe takohen me ata njerëzit aty, edhe fillojnë me ju kallëzu që ju jeni ata, kemi dëgjuar që keni dhënë besën Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se keni me mbrojt, e kështu me radhë, edhe kërkojnë sqarim prej tyre. Tash ata që flasin ishin mushrikët, idhujtar, që faktikisht ata nuk e dinin se ka ndodhur kjo marrëveshje, edhe ky besatim. Dhe ata betohen edhe shumë sinqert që na s'ke bë kurfar takimi. Kurse ata që kishin bë takim, ata nuk ishin prezant, po nuk flisnin, edhe ishin do thotë anash, edhe nuk deklaroheshin. Ata që deklaroheshin ishin ata që s'kan marrë presë, edhe nuk e dinin për këtë ngjarje. Kështu që kur flasin, ata shumë të bindun, atëherë mushrikët binden edhe tërhiqen. Edhe kthehen në për vendet e tyre, edhe këta fillojnë udhtimin, thuhet që masi që kanë vazhduar udhtimin edhe kanë shku një periudhë, atëherë kanë marrë vesh që kjo ka qenë realitet edhe fillojnë prapë ju kthehen atyre, mirë po nuk e gjejnë kurkun. Thuhet që e kanë gjetë një person ose dy që i kanë torturu, i kanë marrë me i kanë torturu, mirë po pastaj prapë i kanë liru për shkak të raportit
tregtar që kanë pas me Medinaset nuk kanë pas në një mundësi që ata me ju bë diçka më shumë edhe kështu që i lirojnë prapë. Në këtë rrethon ka ndodhur një gjë që e ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ajo ka thonë që prej tyre që tham kanë qenë 73 burra e 2 gra. Në disa transmetime 1 gru. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot prej juve 70-ve 12 burra thot mi zgjedh që ata me hi dorzan në këtë marrëveshje që po bëjmë mes neve. E keni parasysh 12 burra me hi dorzan, domethënë që janë më autoritative dhe më njerëz të njohur, edhe ngritën 12 burra, prej tyre 9 ishin Khazraj edhe 3 prej Evsit, këta 12-it zot pra hin një lloj dorzani që këta kanë me qenë ata mbikëqyrësit e marrëveshjes se mos me guxu dikush me e thy ose me muzbraps nga ajo që kanë dhënë, nga fjalat që e kanë dhënë. Edhe kështu do thotë këta futen, emrat e tyre përmenden në shumë libra të sirës, ata kanë qenë Asad ibn Zurare, i pari, i dyti Sa'd ibn Rabi', edhe ky i njohur, i treti ka qenë Abdullah ibn Rawaha, edhe ky do thotë person i njohur, i katërti Rafi' ibn Malik ibn Ajlan, wal Bara ibn Ma'rur, edhe ky ka qenë i njohur, Abdullah ibn Amr ibn Haram, pastaj Ubad ibn Samit, Sa'd ibn Ubada, wal Mundhir ibn Amr, këta kanë qenë prej Khazrejit, kurse prej Evsit ka qenë Usaid ibn Hudhairi, Sa'd ibn Khaythama wa Rifa'a ibn Abdul Mundhir. Këta 3 kanë qenë prej Evsit. Këta domosdoshmë në një formë kanë ata që janë fut si dorzan, që me e zbatu këtë marrëveshje në mes të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe ensarve ose medinasve në përgjithësi, edhe këtu ndodh pra ndarja edhe shkojnë ata në vendin e tyre, edhe tutje inshallah vazhdojmë prej javës së ardhshme ndodhit edhe ngjarjet të cilat kanë ndodhur.